Një fatkeqësi e ndodhur në familjen Aliyahaj, ku kryefamiljari ka humbur jetën një vit më parë, ka bërë që banorët e fshatit Trush të Bashkisë Shkodër të mbledhin fonde për ndërtuar një banesë për nënën Esmeralda Aliyahaj bashkë me 3 fëmijët e saj të mitur, por punimet janë ndalur dhe Esmeralda është proceduar penalisht për ndërtim pa leje. Për këtë kanë reaguar në shenjë revolte banorët e zonës. Ato kërkojnë që të hiqet gjoba dhe të mos ndalohen punimet, si dhe kjo familje të ketë kushte barabarta dhe të mos ndihen të vetmuar. Gjithashtu i bën thirrje kryetarit të bashkisë që ndërhyj për këtë çështje. Morëm një iniciativë si ne t'ju ndërtojmë një shtëpi këtyre jetimave për hir të Zotit, që edhe këta ta gëzojnë jetën e tyre një lloj si moshatarët e tjerë. Mundohen të kenë kushtet barabartë, mos nihen vetmuar, mos nihen të larguar prej shoqërisë, prej moshatarëve të vet. Sot morëm me vesh që bashkia, shtetja, nuk e dim për saktësisht se kush ka vepruar, kërkohet që kjo është familje, kjo nan, një nan moshë të re me 3 jetima të procedohet edhe çohet, diskriminohet para shtetit ose para policisë ose para bashkisë, nuk e di se kush i ka këta aty. Prandaj ne komplet si fshat, jo si familje, jo si këshill, po komplet si zonë që kena kontribu për me u ndërtu kjo shtëpi, kërkojmë nga shteti, nga bashkia, kushdo tjetër që e merr këtë iniciativë për me na lu punimet e kësaj shtëpie, vinet na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nan me 3 jetima. Shteti, me që e din se ne po kena ba për bamirësi, shteti ta marrin për sipër, t'i nimojnë këta njerëz. Ne i bojmë thirrje kryetarit bashkisë, si me do këtë rast, vetë në vedi. Kjo është çështje bamirësie. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë t'u bë pa fund. Ne i shohim se çu rasina, në Shkodër e gjithka, t'u bë greta qela. Ç'a kërkoni? Ati në kërkojmë me hek gjobën ose që kanë marrë procedurë të këtu. Edhe mas me i nalu punimet. Punimet për ndërtimin e kësaj shtëpie. Nëse është diçka modeste ose diçka, na propi si është mlet edhe ja paguaj. Po të kontribojnë edhe bashkia. Duin brika dën na jena të shpitarit do. Disa gjëra. Edhe lek si kena mledh, i kena me firma, me çdo gjë si ka qenë njerëzit. Procedurë këtë i bjen me si të borë. Po s'ka procedurë, I bjen me lënë 3 jetima. Me lënë 3 jetima në rrugë malle për zotën nësë. S'pa marrë mendja si fshat, si mund të lejoj me më këtë gjë t'ilë. Qo se është i gjobë dhe gjobën, që kena me bëndë, do t'dalë me lëllë. Qo se është gjobë, flasë qo se ka i regull, i dokument me zhjilë si dhe për me vazhdu punimet. Çdo gjë do t'i bojnë. I më bëj përjashtim. Por, ka është i përjashtim si do të me veçu. Banorët bën apel që punimet të rinisin në mënyrë që nëna me 3 fëmijë të ketë një banesë për t'u strehuar.